أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد فالندريم dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu salatat salamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Do të flasim sonte disa fjalë rreth një ligjërate që një prej dietarëve të mëdhenj të muslimanëve, Muhammed Amin al-Shinqiti, e ka mbajtur në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në tematikën se Islami është fe e përkryer. Islami është fe e përsosur. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot unë kam plotësuar fen tuaj, e kam realizuar begatin time mbi juve, wa raditu lakum al-islam dina, dhe për juve fe e kam zgjedh Islamin. Ky ajet kuranor ka zbrit ditën e Arafatit, ditën e Gjuma në haxhin e lamtomirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas zbritjes së këtij ajeti kuranor, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetu vetëm edhe 81 ditë. Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë ajet në tregon se Islami është plotësu, nuk ka nevoj për me shtu diçka, nuk ka nevoj për me paksu diçka, dhe vetëm këtë Islam që Allahu e ka zbrit dhe e ka përsos dhe e ka plotësu, vetëm ky Islam është I pranuar te Allahu subhanahu wa taala. Dhe tha Allahu wa man yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ai I cili dëshiron me marrë një fe tjetër pas Islamit, prej ti nuk do të pranohet dhe në botën tjetër ai do të jetë prej të zhgënjymve. Dhe tha Allahu inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, feja e vetme legjitime te Allahu është feja islame, për shkak se Allahu e plotësoi dhe e përsosi këtë fe, dhe na tha Allahu u atmamtu alaykum ni'mati, dhe unë u plotësova, u realizova begatin time ndaj juve. Dhe tha hoxha wa hadhihi al-aya al-karima nassun sarihun fi anna ad-din al-islam lam yatruk shay'an yahtaju ilayhi al-khalqu fi ad-dunya wala fi al-akhirah illa awdahahu wa bayyanahu ka'inan ma kan. Ky ajet kuranor neve në mënyrë të qartë na shpjegon se ky Kur'an dhe kjo fe nuk ka lënë diçka për të cilën ka nevojë njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër, vetëm se e ka shpjegu, vetëm se e ka tregu çka do të qoftë ajo. Çka do të qoftë ajo. Thot dhe këtë do ta japim me shembuj duke I përmend 10 çështje të rëndësishme nga feja e Allahut subhanahu wa taala. E para tauhidi, e dyta këshilla, e treta dallimi mes veprës së mirë dhe të tjerave, e katërta gjykimi I shariatit të Allahut, e pesta gjendja e bashkimit në shoqërinë e njerëzve, e gjashta ekonomia, e shtata politika, e teta problematika e sundimit të qafirave mbi muslimanët,
E nënta, problematika e dobësimit të muslimanëve në kundërvënie kundër jobesimtarëve në aspektin e numrit dhe në aspektin e municionit, edhe e 10 problematika e zemrave të ndryshme në shoqëri. وَنُوَضِّحُ إِلَاجَ تِلْكَ الْمَشَاكِلِ مِنَ الْقُرْآنِ, dhe të gjithë këto problematika do t'i mjekojmë nëpërmjet Kur'anit, fjalës së Allahut subhanahu wa ta'ala. E para, tauhidi. Domethënë këto 10 pika na tregojnë neve qartë për sosmërinë e fesë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe në këto 10 pika sillet jeta e njeriut dhe jeta e shoqërisë. Do të mundohemi sa të kemi mundësi me folën në këtë ligjërat edhe të vazhdojmë ligjëratave tjera aty ku kemi ngel. E para, at-tauhidu, njëshmëria, njësimi i Allahut me gjërat që janë specifike vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe dihet, thot Hoxha, dhe dihet gjatë leximit të Kur'anit kuptohet se këtë tauhid ndahet në 3 kategori. Kategoria e parë, tauhidi, njësimi i Allahut me veprat e Allahut, apo i njohur ndryshe tauhidi rububia. وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. Dhe në këtë kategori të tauhidit janë kriju natyrshmërisht mendjet dhe zemrat e njerëzve. Tha Allahu: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Në qoftë se ti i pyet ata, kush i ka kriju ata? Ata kanë më thonë, me të vërtet, na ka krijuar Allahu. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Deri te fundi ajetit. Thot Allah, thuaj, pyeti, kush ju furnizon juve prej qiellit dhe prej tokës? Kush është ai në dorën e të cilët është dëgjimi dhe shikimi juaj dhe gjërat e tjera? Dhe në fund Allah thot, afala tattaqun, an nuk keni frikë Allahun subhanahu wa taala. Në qoftë se dikush e mohon këtë kategori të tauhidit, e mohon për shkak kryelartësisë. E mohon për shkak kryelartësisë. Tha Allahu për Firaunin: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ata e mohuan Allahun, ekzistimin e krijuesit të Allahut, mirë po ishin të bindur me zemrat e tyre. E mohimin e kishin padrejtësisht dhe për shkak kryelartësisë. Dhe për këtë shkak në pjesën ndërmuese të Kur'anit, kjo kategori e tauhidit vjen në mënyrën, në gjuhën arabe quhet istifhamu taqriri, në mënyrën e pyetjes pohuese. A nuk është ky Allahu? A nuk ka kriju këtë Allahu? A nuk ka bë këtë Allahu? Dhe çdo herë Allahu subhanahu wa taala kur u tregon, kur kërkon prej njerëzve kategorinë e dytë të tauhidit, ajo është tauhidi uluhia, Allahu argumentohet me tauhidin rububia. Kush ka kriju juve? Allahu. Kush ju furnizon juve? Allahu. Dëgjimi dhe shikimi juaj ndonjë të këtyre janë të Allahut. Kush është krijuesi i qiellit dhe i tokës? Allahu. Kush jep jetë dhe vdekje? Allahu. Dhe Allah ban si pyetje që të dihen përgjigjet. Dhe me këto pyetje Allah do më thonë njerëzve, e me qenë se është ky Allahu subhanahu wa taala, atëherë si ju vallë adhuroni dikant tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Wa hadha an-naw min at-tauhid. Kjo kategori apo ky lloj i tauhidit, kjo gradë e tauhidit nuk ju ka bë dobi jo besimtarëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se ata nuk e kanë njësu Allahun me adhurimet e tyre. Tha Allahu në Kur'an: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Nuk beson shumica e tyre në Allahun pos duke qenë mushrik. Pra ata e besojnë ekzistimin e Allahut. E besojnë Allahun me veprat e Allahut, me tauhidin rububia, mirë po i bëjnë shirk dhe janë mushrik për shkak tauhidit uluhia, për shkak se ata adhurojnë dikant tjetër pos Allahut. Tha Allahu se jo besimtarët thonë: ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Na nuk i adhurojmë të adhuruarit tonë për diçka tjetër, jashtë se ata na ofrojnë tek Allahu dhe thonë: wa yaqulun
haulai shufa'auna inda Allah. Ata janë ndërmjetësuesit tonë te Allahu subhanahu wa taala. Ky lloj i tauhidit, pra besimi, me besu se ekziston Allahu, me besu se ekziston Zoti, kjo nuk ju ban dobi njerëzve, derisa njerëzit me adhurimet e tyre ta adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Sot për fat keq bëhet propagandë e madhe dhe thirrje e madhe në këtë lloj të tauhidit, i cili është baza e bazave. Me këtë tauhid Allahu argumentohet i besimtarëve për tauhidin e uluhiyet që tek më herët. Mirë po kjo nuk është përfundimi. Kjo nuk është qëllimi. Qëllimi është besimi i Allahut dhe adhurimi vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe mos mi bësh shirk Allahut subhanahu wa taala. E dyta, tauhidi i adhurimit apo njësimi i Allahut me veprat tona. Adhurimet tona, veprat tona ti bojmë qysh na ka thënë Allahu subhanahu wa taala dhe vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi waqa'at fihi jami'u al-ma'arik bayna ar-rusuli wal-umam. Dhe në këtë kategori të tauhidit kanë ndodhur të gjitha luftrat, problemet që i kanë pas pejgambert me popujt e tyre, për shkak se ata kanë besuar ekzistimin e Allahut, mirë po me Allahun kanë adhuruar dikant tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ne në çdo popull kemi dërguar pejgamber të dërguar dhe thirrja e tyre ka qenë adhurojeni Allahun dhe distancohuni prej tagutit. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Na nuk kemi dërguar ndonjë pejgamber, ndonjë të dërguar para teje, vetëm sa atij kemi shpall se nuk ka të adhuruar me merit tjetër pos Allahut, pra vetëm mua më adhuroni. Dhe tha Allahu, ai i cili mohon tagutin dhe beson Allahun, ky njeri është ka për litarin e pashkëputur, për nyjen e pashkëputur. Dhe kategoria e tretë e tauhidit është tauhidi apo njësimi i Allahut me emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është ndërtuar mbi dy baza. E para, pastrimi i Allahut nga përgjasimi me krijesat. Nëse si besimtari nuk duhet me përgjasu Allahun me krijesat. Dhe e dyta, huwa al-imanu bi kulli ma wasafa bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam haqiqa. Dhe baza e dytë është me besu Allahun me emrat dhe cilësitë e Allahut, me të cilat cilësi Allahu e ka cilësu vetën e tij dhe me cilat cilësi e ka cilësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahun subhanahu wa taala, ashtu siç i takon Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu jalla jalaluhu: a antum a'lamu am illa? A ju jeni më të ditur për Allahun apo Allahu? Pra na nuk dim diçka për Allahun jashtë asaj që na ka mësuar neve Allahu për veten e tij. Dhe na kështu duhet ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. E kur ta adhurojmë Allahun kështu, kur ta besojmë kështu Allahun subhanahu wa taala, a do në me thonë që me ngjasu Allahun me krijesat? Jo, tha Allahu: "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir." Nuk është askush si Allahu, ai është që dëgjon dhe shikon. Allahu e mohoi që të jetë dikush i ngjajshëm me Allahun dhe të njëjtën kohë Allahu në njëjtin ajet e cilësoi veten e tij me shikim edhe me dëgjim. E shikimi dhe dëgjimi i tij dhe gjitha cilësitë që i ka Allahu janë ashtu siç i takon Allahut subhanahu wa taala, duke mos e ngjasuar me krijesat, duke mos i mohuar cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është baza e parë, mësimi i parë. Kjo është mësimi i të gjitha mësimeve. E dyta, këshilla. Tha hoxha, janë të pajtimit të gjithë dietarët se Allahu nuk ka zbrit diçka prej qiellit, këshillues më të mirë, kërcënues më të mirë se sa këshilla e vëzhgimit dhe diturisë. Këshilla e vëzhgimit dhe diturisë. Wa hiya an yulahidha al-insanu anna rabbahu jalla jalaluhu raqibun alayhi, alimun bi kulli ma yukhfa wa ma yu'lin. Tha, e kjo do në me thonë që njeriu në vazhdimshmëri ta din dhe të jetë i kujdesshëm dhe mos të largohet prej kokës së tij se Allahu është duke
e vëzhgu. Se Allahu është i informuar për çdo send që njeriu paraqet dhe për atë që njeriu e fshet. Kjo është këshilluesi më i mirë. Nuk ka këshillues më të mirë se sa ti me i thon vetes o filan, Allahu është duke të vëzhgu. Allahu është i informuar për atë çka je duke e thënë, edhe për atë çka e ke në zemrën tënde. Kjo është me u zhvesh para Allahut subhanahu wa taala, me u dorëzu para Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot, dietarët kanë dhënë një shembull të madh, të rëndësishëm dhe kërcënues, shembull që ti parafrohemi këtij kuptimi kurse Allahu i takojnë shembullit më të lartë. Thot, supozisht nëse themi se ekziston një mbret nga shpatat e cilët rrjedh gjaku i njerëzve, i cili vret shumë njerëz, i cili është i padrejt, padrejtësia e tij ka arrit kulminacionin, terrorizmi i tij ndaj njerëzve ka arrit kulminacionin, ushtarët i kanë në gatishmëri për të hakmarrë karshi të gjithëve atyre që thot mbreti, dhe kështu është gjendja e tij dhe kështu është gjendja e njerëzve. Thot dhe afër mbretit janë vajzat e tij, gratë e tij, familja e tij. Thot, a kish me paramendu se dikush prej popullatës kish me i shku mendja me vepru diçka të ndaluar me vajzat apo gratë apo të afërmit e këtij mbreti, këtij lloj mbreti, nga shpatat e cilët në vazhdimëri rrjedh gjaku i njerëzve, pipatësive dhe zullumit që kanë ndaj tyre. Apo të gjithë do të ishin të friksuar, të tmeruar, apo secili prej tyre do të ishte i shqetësuar me çështjen e vet, por shkak gjendjes së tyre me këtë mbret të padrejt, zullumçar, i cili der gjakun e njerëzve padrejtësisht. Thotë Allahu të takojnë shembujt më të lartë. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala, Wallahu raqib, Allahu është vëzhguesi juve. Çfarë do të thonë Allahu është vëzhguesi jon? Fatime Kaimi, kuptimi se Allahu është vëzhguesi jon do të thonë njeriu të jetë i bindur dhe këtë bindje ta ketë në vazhdueshmëri në zemrën e tij se Allahu po e shikon, se Allahu po e këshyr, se Allahu është i informuar për veprat që është duke i bërë, se Allahu është i informuar për atë që është duke e paraqit dhe për atë që është duke e mshef. E para me qenë i bindur, e dyta dhe kjo bindje me qenë me ty në vazhdueshmëri. Kjo do me thonë që Allahu është duke të shiku, Allahu është duke të vëzhgu. Thot në vazhdim, e në qofë se gjendje njëri ka me qenë kështu, atër kjo njëri ka me qenë i friksuar. Kjo njëri ka me qenë i kujdesshëm, se çka flet, çka vepron, çka shikon, çka mendon, çka paraqet, çka mshet, ka me qenë i kujdesshëm. Pse? Për shkak se e ka Allahun i cili është i informuar hollësisht për gjendjen e tij. Thot, وقد بين تعالى أن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أي يختبرهم. Thot Allahu xhela xhelaluhu neve na ka informuar se urtësia e krijimit të krijesave është që Allahu t'i sprovon ata, t'i fut në test ata. Ayyuhum ahsanu amala, që Allahu të shikon se kush prej juve është më vepërmirë. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Është ai Allahu që krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë dhe arshi i tij ishte mbi ujë që t'ju sprovon juve. Kush për juve do të jetë më vepërmirë. Tha, "Walam yakul ayyukum aktharu amala." Dhe Allahu s'ka thonë se kush për juve ka me punu më shumë. Po ka thonë kush për juve ka me punu më mirë. Kush për juve më vepërmirë, jo më shumë që ka me veprua. Wa qala fi al-mulk alladhi khalaqa al-mauta wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Është Allahu që krijoi jetën dhe vdekjen dhe jetën që t'ju sprovon kush për juve do të jetë më vepërmirë.
Thot, në këto dy ajete Allahu xhelle xhelaluhu na tregon se çka është për qëllim te fjala e Allahut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si kam kriju njerëzit dhe gjinët për diçka pos që të më adhurojnë. ولما كانت الحكمة في خلق الخلائق الاختبار المذكور أراد جبريل أن يبين للناس طريق النجاح في ذلك الاختبار. Thot me qenë se urtësia e krijimit të krijesave qenë ka sprova, thot Gjibril alayhis salam që t'i mëson njerëzve mënyrën e shpëtimit në këtë sprovë, në këtë test. Kur e pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për bamirësinë. Çka është bamirësia? Tha an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak, au kama qala an-nabi sallallahu alajhi wasallam. Tha bamirësia është me e adhuru Allahun sikur më e pa. Edhe në qoftë se ju nuk e shihni Allahun, Allahu ju shef juve. Kjo është urtësia. Qysh me kalu testin masleti, qysh me dalë prej kësaj dunjaje faqe bardh, Gjibrili alayhis salam më na kallëzoi rrugën, shumë e thjeshtë. Adhurimet, veprat, jetën tënde, jetoje sikur je para Allahut. Sikur je duke e pa Allahun dhe je duke punuar. Ti duke po punën, mirë po përpara e ke Allah. Kështu veproje punën. E në qoftë se nuk je i kësaj kategorie, atëherë veproje punën duke ditë që Allahu po të shikon. Allahu po të vëzhgon. Dhe kjo është mënyra më e mirë se si me shpëtua në këtë test në mënyrën më të mirë. Thot Hoxha, Allahu më shiroft, thot nëse e marrim Kur'anin, kena me pa që pothuajse në çdo faqe e kemi këtë këshill nga ana Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo është këshilluesi më i mirë. Tha Allahu: "Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Tha na e kena kriju njeriu. Na e kemi kriju njeriu dhe na e dim se çka i përshpërit vetja e tij brenda. Dhe na jena më afër ti se sa damari i qafës. Na jena më afër ti sa damari i qafës së tij. Na jena më afër njeriu. Tha Allahu: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Nuk ndodh që njeriu ta flet një fjalë vetëm qaul, një fjalë, jo një muhabet, jo një mazdar, jo një jetë, një fjalë. Illa ladayhi raqibun atid, vetëm sa aty nga vetë e ka një vëzhgues precis. Një vëzhgues precis. Thot wa nahwu hadha fi kulli mawdi'in min al-Qur'ani, dhe kësi lloj ajete kemi shumë në Kur'an. Pothuajse në çdo faqe e kemi një kësi këshillues ose një kësi kërcënues nga ana e Allahut subhanahu wa taala, i cili na këshillon dhe na kërcënon, na këshillon që të kemi frikë Allahut, të fitojmë xhenetin, edhe na kërcënon prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. E treta, dallimi mes veprës së mirë dhe të tjerave. فقد بين القرآن العظيم أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور وما تختل واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة. Thot, Kurani na ka shpjeguar neve se vepra e mirë është e mirë atëherë kur i plotson 3 kushte. E në qoftë se mungon njëra prej këtyre kushteve, kjo vepër nuk i bën dobi njeriu kur del para Allahut subhanahu wa taala. E para, أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Për shkak se thot, tjetë në përputhshmëri me atë të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak se Allahu tha në Kur'an: "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Atë që u ka dhënë i dërguari merreni, dhe atë nga e cila ju ka ndalohuni dhe largohuni. Dhe tha Allahu: "Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Ai i cili i nënshtrohet të dërguarit, ky njeri i është nënshtruar edhe Allahut. "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Thuaj në qoftë se ju e doni Allahun, pasojeni mua. Kushti i dytë, e yakuna khalisan li wajhihi ta'ala. Që vepra të jetë sinqerisht vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. E ata nuk janë urdhëruar për diçka tjetër jashta se të adhurojnë Allahun sinqerisht dhe fenë ta bëjnë sinqerisht për Allahun.
Dhe tha Allahu, kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din. Dhe unë jam urdhëruar që të adhuroj vetëm Allahun sinqerisht dhe fen ta bëj vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe kushti i tretë, e yakuna mabniyan ala asasi al-aqidati as-sahiha. Që vepra të jetë ndërtuar mbi akidet e pastër. Që vepra të jetë ndërtuar mbi akidet e pastër. Për shkak se vepra është sikur kulmi, kurse akidja janë themelet. Wa ma ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Kush bën punë të mira prej burrave dhe grave, thot Allahu, duke qenë besimtar. Thot Hoxha, këtu Allahu e ka kushtëzuar wa huwa mu'min, që ai të jetë besimtar. Wa qala fi ghayri al-mu'min, dhe tha Allahu për jo besimtarët, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, dhe na u paraqitëm veprat që ata i kanë vepruar dhe pastaj i bënëm pluhur e hi. Pse? Për shkak se i bënën shirk të madh Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe tha Allahu, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Tha, ata në botën tjetër nuk kanë me fitu kur gjë jashtë se zjarmit, dhe u janë azgjësuar atë veprat që i kanë vepruar dhe veprat që i banë në dunja kanë qenë të kota. Pse të kota? Për shkak se u ka mungu akidja e pastër, njëshmëria e Allahut, tauhidi i Allahut subhanahu wa ta'ala. E katërta, gjykimi i ligjit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjykimi i ligjit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Faqad bayyana al-Qur'anu annaha kufrun. Gjykimi i ndonjë ligji tjetër jashtë ligjit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot, dhe na ka shpjeguar edhe Kur'ani se gjykimi apo sundimi me listë tjetër jashtë ligjit të Allahut subhanahu wa ta'ala, annaha kufrun bawahun wa shirkun billahi ta'ala, është kufër i qartë dhe shirk në Allahun e lartë madhruar. Walamma awha ash-shaytanu ila al-kuffari Makkah an yas'alu nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ash-shati tusbihu maytatan min qatalaha. Thot, dhe kështu jo besimtarët e Mekës dashën me sprovu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në rreth delës së vdekur, së cofur, se kush e ka mbyt atë. Dhe than, e ka mbyt Allahu. Fa auha ilejhim an yaqulu lahum ma dhabahtumuhu bi aydikum halal wa ma dhabahu Allahu bi yadihi al-karima haram. Dhe shejtani u ardhe u dha ide jo besimtarëve që të polemizojnë me musliman, të fusin dyshime. Çfarë i than? I than, atë çka po e therrni ju vet është halal, kurse atë çka e therr Allahu me thik të arit me dorën e tij është haram. E çfarë tha Allahu subhanahu wa taala? Wa inna ash-shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum. Shejtanët u shpallin, i frymzojnë miqtë e tyre që ata të vinë dhe të polemizojnë me juve. Wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Në qoftë se ju u nënshtroheni atyre, ju me të vërtet jeni mushrik, jo besimtar. Thot Muhammed Amin Shankiti, te ky ajet kuranor kemi diçka të fshehur, e ajo është betimi. Se Allah thot, e në qoftë se ju u nënshtroheni atyre, vallahi ju jeni prej mushrikve. Vallahi ju jeni prej mushrikve. Çka është tematika në këtë ajet kuranor dhe në këtë hadith që është transmetuar nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ajo është në nështrimin ndaj shejtanit apo miqve të shejtanit në ndryshimin e ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Në ndryshimin e ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, çish ndodh në kohën tonë moderne me deputetët të cilët vendosin ligje dhe i ndryshojnë ligjet e Allahut subhanahu wa taala dhe pastaj ato ligje i bëjnë obligative që njerëzit të nënshtrohen. E në qoftë se ndodh që dikush nuk u nënshtrohet atyre ligje, ka sankcione në për gjykatat e tagutit që i kanë vendosur ata me durt e veta. E Allahu tha, në qoftë se ju u nënshtroheni atyre në ndryshimin e ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, vallahi, pasha Allahun, ju jeni prej mushrikve. Dhe tha Allahu xhalla xjalaluhu, alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim.
O bita Ademit, a nuk ju kam urdhëruar unë juve që mos ta adhuroni shejtanin? Me të vërtetë ai është armik i përvetuar i juve, i qartë. Dhe ju kam urdhëruar juve që të më adhuroni vetëm mua. Kjo është rruga e drejtë. Dhe kështu Allahu na tregon neve se si Ibrahimi alayhis salam i tha babait të tij, ja abati la ta'budi shejtan, o baba jem, mos e adhuro shejtanin. Mos e adhuro shejtanin. E nuk është kusht që tjetë shejtani prezent në ndryshimin e ligjeve. Shejtani i ka punëtorët e vet, i ka miqtë e vet. Në moment që njeriu u nështrohet miqve dhe punëtorëve të shejtanit, në ndryshimin e ligjit të Allahu subhanahu wa taala, me i bë halal ato që Allahu i ka bë haram, apo me i bë haram ato që Allahu i ka bë halal, ky njeri e ka adhuru shejtanin. Ky njeri e ka adhuru shejtani dhe kështu shejtani u azbukuron veprat njerëzve. Kur zbriti fjala e Allahut ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba, sura Tauba ajeti 31, ata i morën priftërit dhe rabinat e tyre për zotna. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po na nuk i kena adhuru priftërit dhe rabinat tona, si kemi adhuru? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj duke ia shpjeguar se pasimi i tyre në ndryshimin e halalit dhe haramit është adhurim ndaj tyre. Tilka ibadatuhum. U tha, a nuk u kanë bë ata juve haramin halal dhe halalin haram dhe ju i keni pasu në këtë ndryshim? Qala bela, tha po. Tha wa tilka ibadatuhum, kjo është adhurimi juve ndaj tyre. Pra në moment që njeriu në këtë kohën tonë bashkëkohore e zgjedh përfaqësuesit e tyre në për kuvende, këtë rast deputetët, e ata punë kryesore e kanë vendosjen e ligjeve, e kanë vërtetimin e kushtetutës së kufrit, e kanë vendosjen e ligjeve, shtrimin e amandamenteve, largimin e amandamenteve dhe kështu me radhë, ky njeri i ka adhuru këta njerëz. Ky njeri i ka marrë për Zot në këta njerëz. Vepra e tij është kufër, shirk, edhe në tauhidin rububie, edhe tauhidin uluhie, edhe tauhidin e emrat të cilët Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se ja ka dhënë të drejtën njerëzve që të vendosin ligje jashtë ligjeve të Allahu subhanahu wa taala, kurse në fillim çka tham, wa ma yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Ai i cili merr fe tjetër pos islamit, prej tij s'ka mu pranuar dhe ai në botën tjetër ka me qenë për të zhgënjimve. E fjala din është sistem, fjala din është fe, fjala din është metodologji me cilën njeriu e jeton jetën e kësaj bote. Demokracia, komunizmi dhe sisteme tjera janë sisteme që i dalin karshi sistemit Allahut. E sistemi i Allahut është Kur'ani dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe si e tillë na duhet ta besojmë këtë sistem, të veprojmë sipas këtij sistemi, ta mohojmë çdo sistem jashtë këtij sistemi, ta armiqsojmë, ta luftojmë çdo sistem që është kundërshtim me ligjin e Allahut dhe me atë që ndërton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha Allah në Kur'an, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Ai ke pa ti ata të cilët pretendojnë se kanë besuar Allahun dhe botën tjetër, po të njëjtit dëshirojnë të shkojnë të gjykohen te taguti, të gjykohen me ligjin e tagutit, jo me ligjin e Allahut. Wa qad umiru an yakfuru bih, kurse po të njëjtit janë urdhëruar që ta mohojnë këtë ligj. Po të njëjtit janë urdhëruar që të largohen prej këtij ligji. Wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida, me vërtet shejtani don që ti devijon me një devijim të skajshëm. Dhe tha Allahu, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ai cili nuk gjykon me atë që ka zbritur Allahu, ata janë prej jo besimtarëve. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Tha ata marrim dikan tjetër pas Allahut gjykues, sundues, kurse ai i ka zbrit librat në mënyrë të detajlizuar.
Elusim Allahun që Allah të na jap kuptim të fesë, elusim Allahun që Allah të na ruan fen ton, elusim Allahun që Allah të na prekupon në mësimin të thukë, të detalizuar të fesë Allahu subhanahu wa taala. Vazhdojmë pikën e tjetër në javën e ardhshme. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.